Vërtet e mirë? Po. Dhe tani më duhet të bëj drekën. Nuk kam asnjë ide për drek. Mendova mbas e gjej diçka në Instagram dhe duke bërë scroll, gjeta një super recetë. Dhe të gjithë përbërësit i kam në shtëpi. Le ta provojmë. Perimet e mia janë këtu. Tani vendosim dhe letrën njësoj, e kam lagur përpara dhe e fusim në furrë. Çfarë arome, ky moment i pjekjes. Gati për t'i fruluar, pasi kemi hedhur të gjithë përbërësit. Te përshkrimi poshtë do ju shkruaj edhe detajet. Dhe çfarë kremi ka dalë. Duket shumë e mirë. Shumë e mirë. Po, Esil do ta haj të gjithë. Tani është momenti ta provoj. Shije fantastike. Po i ka pëlqyer Esilit, do të thotë se është vërtet e mirë. Tani në drekën tonë e mbaruam, është radha për të bërë ju drekën tuaj.